mësoni një gjuhë programuese, mësoni një gjuhë tre. Një gjuhë tre sot ki mundësin me gjuhë spanjolle, me mësu, me punu për shtëpis 2 orë mbrëmje, edhe me nxjerrni një pagë në fund të muajit. Me pagën e 8 orëve jeto, ka përcej e mujnë, me pagën tjetër kurseje me investu diçka tjetër ma shumë. Pra gradualisht këtë formë me rritë, se 5.000 me bo 50.000 për një vetë, është goxha problematika. Nëse mund të lidhem, falj. Pa tjetër. Në kohën tona, kur kemi qenë ri, e vetëmi synimi joni ka qenë me kry shkollën, me arrit me kry një shkollë, edhe me kry një fakultet, edhe me hynë punë. Edhe ka njëherë kur menoj sot që du me mendu ma shumë, bëtham, unë e kum arrit që akum dasht, që akum mendu kur kam qenë 18. Edhe qka ka qenë e kohës? Kështu që mendoj se tritë sot kanë mundësi tjera, nuk kanë nevoj me mendu veç me kry një shkollë. Unë e kam djalin halasi 14 vjetë, edhe aj tash po menon, e din gjuhën angleze, fëmija po mësojnë sot, edhe aj po dënë qysh tash, nuk është interesum në IT, po ma shumë në pjesën e inxinjeringut, po do me ndreq sene. Tash ti normal, unë e sinon këm qef që aj me shku në fakultet njëherë me menu vish për shkollë, po se kanë mundësit ndryshme, po shohin, po kanë mundësi aj hin YouTube, mundet krejt me ditë që montohet telefoni, me montu s'dia, e montojnë, po më rëndësi që i kanë mundësit e ndryshme po mësojnë, e kanë YouTube, bujnë me po krejt një si bohet një proces, si zhvillohet, edhe jam plotësisht me parafolsin që mundësit janë tjera, sot edhe është ma letë, tritë, me mendu, me pas një tardë, me ma të nritur, se sot na që ves një fakultet e kena di që egziston edhe kena dash qa kaq me arrit, me kry edhe me hini punë. Për ty është shumë shtirë me profesionin tëmë, sepse ndahet pasuria. Sepse zonja Floria është avokate, sigurisht ka raste të tilla në mirë barabat. Edhe ajo është me kontribut. Po na si familje paron, edhe pse s'pujmë me thotë që kemi shumë, po kemi prej fillimit kur jena martu, besoj që qiftet e reja duhet shumë, me thoj jo paret e mija, paret e tua në familje, ajo që ka funksionu për neve, kena pas një plan, këto janë paret e tona, ashtu mundohemi me eduku edhe fmit,